Të dashurit e mi, Imam Mehdiu, Allahu i madhëruar ja shpejtoft ardhjen e tij të nderuar, është shpirti dhe boshti i botës së ekzistencës dhe i dashuri i madh i Zotit. Zemra e njerëzimit vazhdon të rrahë derisa të vijë ai shpëtimtar. Pritja përfaqësohet nga fakti se Imam Mehdiu do të mbush botën me drejtësi dhe jo një vend të saktuar, dhe do të ashtri drejtësinë në mbar botën. Besimi në ardhjen e Mehdiut, Allahu i madhëruar ja shpejtoft ardhjen e tij të nderuar, nuk është i kufizuar në histori vetëm tek shiitët, sepse të gjithë muslimanët besojnë në këtë çështje. Ajo që i dallon shiitët është njohja e këtij njeriu shpëtimtar me emër, veçori dhe karakteristika. Imam Mehdiu është gati të nisë këtë mision të madh që synon të sjellë ndryshimin në njerëzimin dhe në historinë. E rëndësishme është që përveç shprehjes së dashurisë dhe lumturisë, të marrim frymëzim nga përvjetori i lindjes së Imam Mehdiut, Allahu i madhëruar ja shpejtoft ardhjen e tij të nderuar. Imami i kohës, Imam Mehdiu, fal aftësisë dhe forcës së tij që ai gëzon, do të shkojë drejt shtypësve ndërkombëtar për t'i zhdukur ata dhe për të shkataruar pallatet e padrejtësisë. Ne jemi të ngarkuar të ecim drejt përgatitjes së ardhjes së Imam Mehdiut. Detyra më e madhe e ndërmarrë nga ata që presin imamin e kohës, Imam Mehdiun, është të përgatiten shpirtërisht, moralisht dhe praktikisht dhe të kundërvihen tiranëve. Kushdo që është i gatshëm të mbrojë vlerat dhe kombin islam, mund të pretendojë se do të hyjë në sferën e rrezikut pas imamit të kohës, Imam Mehdiut. Ai që pret atë reformator të madh, duhet të përgatisë elementet e drejtësisë brenda vetes së tij.